Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Ata janë kujdestarët e zbulesave të tij, ata janë që dërgohen tek profetët si mbartësit e vendimeve dhe ndalimeve të tij. Ai I bëri të paprekshëm nga luhatjet e dyshimit, prandaj asnjë nga ata nuk mund t'i shmanget rrugës së përcaktuar nga vullneti I tij. Ai mbështet në nevojë me mbrojtje të veçantë, u avesh zemrën me përdallim e paqe. Ai u ka hapur të gjitha dyert e nënshtrimit ndaj lavdive të tij. Ai ka caktuar për ta minaret e shëndritshme si shenjë të njohshmërisë së tij. Ata nuk I rëndon asnjë bar mëkati, prandaj mbeten si u krijuan, sado të zëvendësojnë njëra tjetrën dita e nata. Patundshmërinë e besës së tyre se shigjeton dot asnjë dyshim, asnjë mosbesim si tundon dot themelet e besimit të tyre, ndërta nuk shkrepin dot çikat e së ligës. Habia s'u ka topitur dot kurr, dijen që mbajnë në zemra rreth tij, as u ka mpir nderimin e druajtur të kraharorëve të tyre ndaj madhështisë e lavdisë së tij. Mendimet e liga nuk gjejnë dot vend ndërta, e as e lëshojnë dot mbi ta ndryshkun e tyre për t'u errësuar e turbulluar sadopak kthjelltësinë e gjykimit.